Edhe tjera. Prit një sekundani. Do të ishte një bastun që e mbante Kadri Azbiu dhe Enver Hoxha tha do mbrisin mua. E ishte vërtet ajo që e pa vërtetuar, po anudohej. Po se ai Kadri Azbiu ka thënë këtë, tha unë po doja, tha e vrisja, tha 20 herë në ditë, tha Enver Hoxha. As diskutohet. Mehmeti edhe Kadriu ku doni helmoni zhdukni me një por donin. Dhe ato, ajo luftë e brendshme, varrasia. Mehmet Shehu dhe Kadri Azbiu pat periudhë historike të shmangin ideologjizimet njerëzit, të shmangin partizimet, të flasin vetëm me dokumenta arshivore. Mehmet Shehu dhe Kadri Azbiu nuk kanë qenë agent as të CIA-s amerikane, as të anglisë, sepse ka ligje. O disa thonë që për Mehmet Shehu ka qenë? Ka ligje i dashur. Të bëhesh agent, do hedhësh firmën të vërlegur në grykaj dank, ku ka dokument Mi-6 o CIA amerikane sot, që Mehmet Shehu ka firmë, gjëjeni, mi tavolinë, se më falni. Drejtori i Arkivit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka deklaruar se ka një dosje të Po, unë i kam parë nuk asgjë. Ma bjeri mua. Se më fali një shqiptarëve. Tjetra. Jo, në një Tjetra, të lutem shumë. Një bisedë me Kushti i parë. Kushti i parë është firma që agent. Kushti i dytë. Do marrësh lekët si agenturor. Lekët janë shteti do të firmën, sepse ai ti jep lekët ty do të justifikoj parat. E treta, informacionet e nivelit strategjik. Të mëdha, do hedhësh firmën, që more, ku ka dokument? Pra, qëra do diskutuar me dokumenta dhe me fakte, jo me revanshe partijake e ideologjike. Mehmetin e vrana, po vetën? Mehmetin e detyruan të vrisë vetën. Po Kadri Azbiu? Kadri Azbiu e pushkatoi Enver Hoxha. Po e pushkatuan apo shkoi i pushkatuar? Unë ato i kam lexuar që pushkatuar. Shkoi i vdekur? Jo, unë e kam lexuar pushkatuar. Jo të lexuar, më them që A, nuk e di çfarë bëra, po kam dokumenta. Ti oficer zbulimi? Mirë, po unë bëj mbështetje dokumenta. Foto tjetër. Kisha djali. E këtu Yunus Mersini me Xenofonoshin, ambasador në Greqi. Po, tani jo, do ta them për më pas Xenofonoshin, do flasim, po këtu është vetëm një foto tjetër, aty Raki, pikan dhe Raki atje. Këtu është me ambasador me Bangladeshit. Me president sepse djali kur ka ambasador Bangladesh ishte rezident në Pekin, mbulon në Bangladeshin. Por djali tia kur ka ndruar shtëpinë, ka humbur fotografitë me presidentin e asaj Kinës. Edhe se kishte. Se kishte president ka bërë dekretimin atje. Po, kishte dekretim. Foto tjetër. Tani ky është personazhi, jo, edhe kjo është Shemsia Aliaj. Ky është, mire ke, këtu fillon e para. Jo, Sheme Aliaj, këtu. Po, këtu filluam të agentura. Nga ishe Sheme Aliaj? Deri tani ishim drejtorat. Po, nga ishe Sheme Aliaj? Borshi. Nga Vlora, prapë. Nga Borshi. Nga Saranda. Saranda. Tani, njerëzit kanë dhutnira të ndryshme. Ky djalë kishte një dhutnit jashtëzakonshme. Çfarë kishte? Për zbulus. Ja quan Enver Hoxhës me tavolinë organikën i do shkon u hap ambasada jon gusht 1948. Në Itali. U hap ambasada. Në Itali. Itali, në Rom. Dhe kur i quan me tavolinë, 9 vendesh organika, vuri shënimin. 4 tjenë të zbulimit ushtarak. Dhe u zgjodhen. Një nga këta ishte ky. Ky ishte deg në zbulimit agjentoror. Drejtori tim u kam qenë. Djali i ri, të shikoshti me 23 fëmijë dhe shkojnë në Itali. 4 veta të zbulimit ushtarak. Dhe ky shkoi vetëm atje, me familjen. Me familjen. Me familjen. Me familjen. E ke fotografi me familjen. Jo, punon, ja foto tjetër, lutem, e kishim ajo foto tjetër me bashkëshortën e vajzës këtu. Bashkë, kjo fotografi është kur ka shkuar atje. Ai zyrtarisht punonte në ambasadë. Po, ai ishte sekretari i dytë i ambasadës Petk. Po në fakt ishte agent i zbulimit. Dhe misioni i tij ishte të penetronte në hapësirat kryesore për sigurim e informacioneve të ushtarake, për kërcënimet që mund të vinë nga Italia, Shqipërisë. Dhe flota 6 amerikane që përvendosej në meze, dhe vetë komandat e reja që të amerikanë vendosej në Itali. Dhe shkonte në ambientet ku rinë ushtarak madhor, ku shkon në dhe fare, dhe një ditë shikon një femër shumë të bukur me një general që ajo herë thuhet e ka pat bashkëshort, herë thot jo. Dhe kjo zonja, mund të shoni atje, ishte nga misi Silvana e 26-ës,
Misi 46-ës, e cila loste filma nga atë procesurat, por pinte në mënyrë të zakonshme. Kjo. Po. Ky ishte edhe modele, pra fitoi Miss Italia 46 dhe aktore. Po, aktore. Silvana Pampanini. Po, dhe tani zbuluesi jon, kush? Beqir Aliej, e ndikte këtë hapa sapi. Po mirë, kishte lidhje me Sheme Aliej? Po ishte, Pse Sheme dhe kishte dy emra, ka përdorur dy. Do t'ja shpjegojmë atë. Dakor. Sheme Aliej ishte Beqir Aliej. Po, edhe ishte me dy emra. Po, dhe shikon këtë femra, këtë ty që paradita jo ule me shoqet e pinë konjak edhe verë. Kjo. Dhe ai dërgon një shishe verë, $180, $180 je zakonshme. I thonë të shne dhe afron. Pas ka qenë si ajo 33.000 euro, ajo vera. Bravo. Ashtu bazonë sot. Bravo. Edhe ai i jep kartë vizitën biznesmen egjiptian, jo diplomat shqiptar. Biznesmen egjiptian, i veshur tamam, me mustaqe, ezmer, po e. I thënë ato. Dhe ky e ndjek. E shikon më darkë pinë me ato generalin. Prap vera raki, po ky nuk ishte mësuar të pinë raki i verë. Blerë vera raki, dehet dhe tia, e dehu ato, i mori firmën e bërë agente, i dha ato që të fare dhe komandoj. Dhe erdhi fundi që ajo merte. Mbas kësaja, rekrutoi shefin e shifrës. Jo, pritje. Kaloj mirë ndalim mirë te Misi. Tani, do Sheme Aliej ishte agenti direkt i Enver Hoxhës 007? Drejt, pa ai mori 007-ën. Dhe ai rekrutoi Misin. Silvana Pampanini. Tani çfarë i dha kjo një? A i dha ndonjë gjë kjo apo? Për ato e hëndri Beqir Aliej. Sepse kur po shkon në 5 vjet Beqir Aliej dërgoi. Ai kishte të dashur këtë. Dalet e themi. Jo, prit. Ata s'u them. Po çfarë kishte ai? Dali. Ai se kishte shoqë klasë. Se nga jeta s'do. Jo, edhe tani shiko tani. Kur po kaloi 4 vjet, ai dërgonte me shifër me radiogram, tepër urgjent. Këto teme sekut ato shetit. Më ktheni urgjentisht në Tiranë se po më djeg agjentura. Dhe ata bën propozimin. Ta transferonin nga Roma në Beograd sekretar të parë. Dhe ai sa doli nga një ambient takimi, e arrestuan hekurat. 8 policër. Duke qenë se kishte pasaporte diplomatike, e kthye në Shqipërinë non grata. Në pallatin e brigatave, bën mbledhjet, shkon dhe Beqir Balluku dhe përfundimisht vendosin përjashtim nga zbulimi, përjashtim nga ushtëria. Po kush e zbuloi? Si e zbuluan? Shkaku pse e përjashtuan. Në gjyqjen e Temesekos, pyetja e dytë dhe që mori punën ballë është që pse dogje zbulusin 070. Kur i quan informacionin e Enver Hoxhës, nga ajo more Venecia deri në Messina, komplet bazat ushtarako detare, tipet anijeve, dje fare, a i vuri, ky 007. A e ka vënë. Dhe i thanë, pse e përjashtove nga zbulimi dhe hodhe më rrugë zbulusin 007 e Hoxhës? Dhe a i tha. Ne menduam dhe gjykuam që ashtu si që ka rekrutuar ky atë, e ka rekrutuar dhe ajo këtë. Dhe a i vazhdon. E ka rekrutuar me dashuri femnore, apo a gjendu starak? Që qa pytje? Nuk e di, thaj. Ashtu në akuzën, plumin balë. është një akuzat ka marrë Temesekua. Djalo. Do të ne përshkatuan edhe me këtë. Shtesh vendimi. Po Sheme Ali çfarë ndodhi? Sheme Ali me përjashtuan e shuan për gjegjës fabrike ashtu në Rogozhinën dhe në Vlorë dhe kur dënua Temesekua e kthyen pedagog në shkollën e agjenturës zbulimit. Ndonjë 4 vjet. Po. E pa që ku të farë, tha, qofshe mirë, tha. Ikur Borsh, mori qiften, bënde gjueti dhe atje bëllë jetën. E cili vit ka vdekur? Ka 4 vjetë. Dhe vazhjet tia kërkoj urgjentisht libri partije. Ja dërguam. Së Dulimaj, ky është agenti më spektakular që ka pas në ushtar? Po, ky zulldi veçantë. Ai penetroi në mëdhje zakonshme. Kthe një herë, të lutem, foton e këtij se dua ta përshkruaj. Ja, këtu. E shikoj se nisi ja me bustaqe, si thash unë, e zmer, prandaj dha King, dha, prandaj dha ato biznesmen egjiptian. Edhe foton e asaj italiane, si lutem. Po Misi si përfundoi? Çfarë ndodhi me këtë? Misi vazhdoi edhe saj, se Italia ishte si sot Shqipëri. Ja, ishte yll, Pampanini ishte yll i kinematografisë italiane. Detyrimisht.
ishte bilet Shiko çfarë femre. Gjina Lolo është vetë këtu me fotografi, po çfarë fotografi Po jo, tjera. Gjina Lolo Brigilda me atë ka qenë me atë